Nëse njëra nga shpatullat tuaj është e dalë, ju rekomandoj të bëni këto dy ushtrime të thjeshta. Atëherë mund të qëndroni ulur në këtë mënyrë, drejtoni duart dhe ajo që bëni, i mundoni sikur doni të zgjasni duart para duke krijuar një krusje të vogël. Në këtë mënyrë dhe më pas relaksoni duke larguar sypet nga veshi. Pra, sikur dikush po ju tërheq nga para ose sikur ju tentoni të kapni murin. Dhe relaksoni, mundon të qëndroni diku te 5 sekonda. Ushtrimi tjetër, qëndrojmë në të katërta në këtë mënyrë dhe ajo që bëjmë mundohemi të ulemi poshtë ose sikur duam që të afrojmë skapulat me njëra tjetrën, pra shpatullat me njëra tjetrën, po pa përthyer brylët, dhe më pas sikur tentojmë të shtyjmë dysheme me duart tona dhe duam të shkojmë lart. Pra, sikur duam që gjoksi të vi poshtë, po pa përthyer brylat, dhe të bashkojmë shpatullat me njëra tjetrën dhe më pas ngrihemi lart. Këto ushtrim ju rekomandoj që ta përsërisni 15 herë 2 sete në ditë.